që ditën para se të emëroja, ditën që u emërua, e më pas e gjithë kohën me lidhje me këto, ndërkohë që faktet dhe provat, sigurisht edhe pronësimet që ka pasur drejtuesit e SPAK, flisin komplet me një realitet tjetër, që nuk ka provat, celulari që ju blokua bashkë me disa drejtues tjerë të policisë doli i pasër, s'kishte probleme. Ju blokua provat celulari, por doli i pasër. Doli i pasër, është kthyer, kështu që pra, këto gojdhëna dhe legjendat, kur fillojnë dhe bëjnë gjyqje publike dhe ngjitin në një vit e 3 muaj, gjithë, sigurisht krijon dhe një lodhje të madhe dhe një konsum të madh që normalisht kthehet në një kosto pastaj edhe për partinë politike e cila sot drejton vendin. Dhe shikohet pastaj në ekuilibrat të përgjithshëm dhe një incident i tillë, sigurisht edhe për të përmirësuar çik edhe për të ndryshuar gjërat, pse jo çon deri në shkarkimin e një drejtori të përgjithshëm policisë shtetit. Kështu e gjykoj unë, pra. Jo, unë nga flas mbrapa perdes e kuintave çfarë ka ndodhur në të vërtetë, po që ka pas, domethënë, që në fillim të janarit ose më mirë nga mesi janarit, ka pas një diskutim nëse duhet të largohej apo jo, duhet të rinte akoma a të ri më mirë apo ka pas një lloj pyetje që është bërë në disa institucione në lidhje me drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit. Nëse duhet të rinte apo të largohej. Po për çfarë? Çështja e apatie, jo, për shkak të sulmeve dhe kostove të mëdha që po këtë tjetrin e po e sulmuan pa filluar akoma. Po tani po të marrësh para me edhe doktorin? Tani jo, si duket ishte shumë e nxehtë situata dhe shigjetimet e mëdha që po merrte qeverisja në formën e propagande deri dikuhet pa merituar për shkak s'ka procese, s'ka prova, s'ka masa konkrete. Sigurisht çuar në këtë një lloj ndryshimi për qetësi. Pra për një lloj mendoj unë për një lloj rivendosje të gjithë normave, rregullave, raporteve me një figurë tjetër. Sulmet aktualisht të drejtorit të ri të policisë janë sulme që mund t'i bëhen çdo drejtori të përgjithshëm policisë shtetit që nga krijimi i shtetit shqiptar. Pra, nëse ti do t'i jesh në një zonë ku vjen të garoj një shpurë caktuar politike, drejtues politike tjere, e ti thua që mendoj unë që ky polici ka ndihmuar këta për votat edhe ky duhet të jetë ai që është i lidhur dhe zari i tij ose i asaj, pastaj këto jo, po për shembull që sollet leva që nga dekoruar në kohën e Berishës, pikërisht për punën se si duhet ta njollosësh ti një polic që ka çerek shekulli, që është ndërtuar gradualisht në kuptimin e profesionit, e dinjitetit, personalitetit ti me uniform, dhe ka ardhur në ditën e madhe që ka garuar 3 herë policinë e shtetit, për drejtor përgjithshëm policisë së shtetit. Dhe herën e tretë ai fitoi. Pra po të ishte kështu që ky pas ka pasur lidhje kaq të ngurë fitoi që herën e parë. Kishte fituar herën e dytë. Mendoj që Skënder Ida është i vetmi drejtor i përgjithshëm, paktën më aq sa unë di, që është drejtori i 2 medaljeve. Pra po quaj medaljen e parë që është dhënë nga Partia Demokratike në detyrë dhe është bërë nga qeveria në kohën e Partisë Demokratike. Jemi korrekt ne me shtetin. Me shtetin korrekt jemi, por e vërteta është kjo, që ai ka bërë një detyrë, ka qenë pa pranaj e thash. Kur ai është dekoruar. Ka qenë doktori, ka qenë edhe, po e quaj si medalje një karriere gjatë edhe këtë emërimit në krye. Vetë ai duhet merrte medalje vetëm nga doktorët, po mori edhe nga ata përballë doktorit, quhet, anullohet. S'dua të hyj pra se si shikon opozita. Po ky ka qenë, një pyetje kam, ka qenë drejtor gjatë zgjedhjeve të majit? Në Fier? Po, ka qenë drejtor në Fier. Gjatë Durrësi. Doktori, tash se është gjunata ta bësh pis. Po jo, më ka qenë pa dita zgjedhje. Disa palë zgjedhje drejtor i qarqeve. Edhe në Dibër, edhe në Shkodër, edhe në Durrës, edhe në Fier së fundi. Po ka qenë në 6 qarqe ka qenë zëvendës drejtor i linjës kriminale. Po, që ka pothuajse të një tani ai ka preku pothuajse gjithë Shqipërinë. Tani të gjitha këto që ka qenë ky pas ka marrë pjesë në krime zgjedhore. Ka faj doktorit, të gjitha këto PD-ja ka humbur, kështu që tani unë s'dua të jo, më fal, jo që ta mbaroj. Jo, se duhet me marrë dhe çik më humor akuzat e doktorit. Jo, nuk duhet të hyj kësaj. Nuk duhet me marrë pak seriozisht. Nuk duhet të hyj kësaj tani që çfarë thotë Partia Demokratike në lidhje me normalisht. Jo, normalisht duhet me i marrë seriozisht se është opozita. Pastaj kur dalim te kjo ide që ky e pas ka dekoruar vend 2008. Duhet të kenë diçka të qartë shqiptarët në lidhje me këto gara që bëhen, kandidimet që bëhen edhe kush zgjidhet. Ligji jon, si çdo ligj i Bashkimit Evropian, në gjë një ligj tjetër nuk e di. Parashikon që ka një garë mbi merita, mbi profesionin, e pikëzuar
Dhe pastaj vendimarrja është politike. Po kush e merr vendimarrjen politike? Opozita? Jo, e merr partia në pushtet. Dhe i takon asaj se kë do të vendos. Siç ka ndodhur edhe përpara se të vinte ky pushtet e kjo mazhorancë që sot. Vinte kjo mazhorancë, ka zgjedhur drejtor policie, ish drejtor të doktorit. Tani, më vjen mirë që opozitarizmi i sotëm e sulmon vetëm për çështje politike drejtorin e ri, sepse nuk i gjejnë dot lidhje me banda, me probleme, me droga, me këto. U publikua e shishet për lidhje që kishe me kanabisin, nuk e evidentojnë. Pra nuk e implikon dot. E shiku doktorit. I shiku shto njërin, shto tjetër me informator pa lidhje. Ishte e shiku doktorit. Tjetë për shiku. Jam dakord që s'ka shik tamam. Po jo, me që u flasim raporti Fisho Ajazit, pra është raporti i periudhës doktorit. Po dhe shi, këto janë dhe abuzivi pjesë. Për shumë se po marrë një rast, se e kam diskutuar në për studio tjera. Abuziv mund t'jenë, por disa emra nuk është se për sa i përket informacioneve nga shërbimi dhe sidomos të rastet e fundit të akshit e DSHK, është ngritur akuzë nga SPAGO për akshin për grup strukturuar kriminal. Kaq,